Se i takon vendeve pjesëmarrëse, por a është strategji e duhur që të merret pjesë në këto forume, apo nuk duhet vendoset në diskutim kur diçka që për shtetet kombet e vogla të rreshtohen me domethënë në rreshtin cilit i prin Amerika. Dhe praktikisht liderët tonë, prej liderit historik Ibrahim Rugova deri me sot, tek zonja Osmani, kanë ditë me identifiku domethënë qartë interesa strategjike të Republikës së Kosovës dhe kanë ditë me i shpreh ato edhe në takim me në këtë rast me Shtetet e Bashkuara dhe unë e shoh domethënë si një fat historik. Vizitën e parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjino për ndryshe, Ibrahim Rugova e ka të bëjë me Matoshi, fjalën legjenda. Por unë nuk kam se si mos ta them, sepse duhet ta nënvizojmë një gjë të tillë. Nuk mund ta humbim historinë, edhe këtë tha edhe kryeministri Rama sot në DC, në ngjarjen më të madhe botnore. Për atë kushtrim unë prapë po e citoj, ngjarja më e madhe botnore politikisht sot ishte në Washington DC, ku kombi ynë mori pjesë me kryeministrin Rama dhe me presidentin Osmani.